dhe me nomenklaturën e lidhjes demokratike. Bëty që ndonit njëjtin mendim me profesorin apo... Po, nëse mund të themi nëse mund të rikthehemi nëse te LDK-ja si subjekt politik që nga viti 1989 kur është formuar deri në vdekjen e Ibrahim Rrogovës nuk e ka pas problem grumbullimin e votave se ka pas një lider. Pas vdekjes së Ibrahim Rrogovës, LDK-ja ka problem me grumbullu vota sepse nuk ka lider që përfaqëson vlerësisht atë. Marr parasysh faktin se Lumir Abdigjiku në kuvendin ose në konventin e LDK-s kur ai kërkoi votbesimin aty për 3-14 vota veç sa nuk humbi në kuvendin e vet. Si mund t'i dalësh përballë një kryeministri kur ti brenda kuvendit të Lidhjes Demokratike që shtemi ne për pak s'ke hub. Prandaj atë që e kanë thënë më herët edhe më duhet ndoshta me u ripërsëri për shkak të që po kemi jashtëzakonisht shumë intervista kështu, liderët opozitor nuk besojnë në fitoren e tyre. Prandaj e kanë të vështirë që edhe elektorati i tyre t'u besojë, për shkak se e dinë që sa herë që dalin përballë Albin Kurtit, ata janë humbës dhe nuk ka disponim qytetar tek votuesi i LDK-s dhe tek votuesi i PDK-s që prap të dalë në zgjedhje dhe prap të humbë ndaj lëvizjeve vendosje respektivisht ndaj kryeministit Kurtit. E qartë. Para se të kalojmë tek PDK-ja, më lëni ta kthejmë edhe një herë tek ajo që thash pak më herët për të kaluar tek AK-ja. Me njerë pas takimit që pati Kurti me Abdigjikun, si që e thash edhe më herët, Kurti kërkoi një garancë vota shprej 84-85, gjë që vetëm me LDK-n nuk mund t'i arrijë. Marr parasysh raportin e Kurtit me Haradinaj, polemika që kanë pasur, gjuhën e përdorur mes njëri tjetrit, duket se një ftesë direkt për Haradinaj edhe nuk erdhi. Megjithatë, me njerë pas si takimi, LDK-ja i dërgoi një ftesë AK-s, të cilët e kam fjalën për çështjen e presidentit, dhe AK-ja ishte refuzuese, nuk pranoi asnjë takim me LDK-n për shkak të arsyet i din vetë ata. Mirë po, ajo çfarë dua të shtroj unë si temë diskutimi është se atentoi Kurti për t'i bërë këto 84 ose 85 votat e nevojshme dhe për ta përfshirë edhe LDK-n që të kërkojë disa vota përmes LDK-s tek AK-ja. Po, duket që Lidhja Demokratike me qenë se vetë nuk mund me i garantue as votat e veta. Ne kemi ndëgjuar opinionet e disa eksponentëve të naltë të partisë, mendoj që ai ishte në kërkim të votave shtesë, nëse mund të them kështu për ta plotësuar apo për ta siguruar. Dhe kërkesën e Kurtit me votat me deputetët e Haradinaj edhe mund të arrijej në rast se do i përgjigjeshin pozitivisht. Mendoj që matematikisht është kishme qenë e arritshme, se janë 6 deputet, dhe kishë qenë mëse mjaftueshme dhe do të kaluaj ai numri prej 84 deputetëve, por se mendoj që do të jetë vështirë me zotin Haradinaj, sepse ai ka një çështje shumë përjashtuese, për shkak që për ditë është vështu eskaluar me gjuhën e tij dhe nuk mendoj që do të jetë i gatshëm për të futur në aranzhmone. Oponentë e kësaj partie edhe kanë përmendur që po i referohem ashtu, po i citoj siç kanë thënë, po vjen era zgjedhje, pra duket qartazi se janë më të interesuar që shkojnë në një palë zgjedhje. Sado që partia e cila më së pakti ishte më qenë interesuar për zgjedhje të reja, ishte më qenë Alianca pra në Kosovë, sepse unë dyshoj shumë që ai do nëse shkohet vetëm dhe nëse del vetë do të arrijë me kaluar pragun e 5% dhe mendoj që ajo rrezikohet shumë, vetëm 5.5% i arritje këtë rast edhe do mund ishte një fitore nëse mund të them kështu e pirës në këtë rast, por se partitë duhet edhe për shkak të elektoratit duhet të mbyrë me tregu një farë gatishmërie për zgjedhje, sepse partitë këtë punë kanë, ata gjithmonë duhet me qenë gatshëm dhe nëse ti je defanziv, mendoj edhe në prezantime të tilla sigurisht që ajo do të ishte dekurajuese pastaj edhe për elektoratin e vet për dalë zgjedhje, prandaj edhe kjo gjuhë, nëse mund të them që kjo shprehje gatishmërisë se ti për qenë pjesë e zgjedhjeve.